Temën, pra, thash pak para në gjuhën në vllazërit tonë se për sot ka përmbërri hutbja për i rasetit, por njëjta temë, domethënë tema për hijretin. Mirë, po nuk shkoi diçka dhe nuk mujta me shtyp. Kështu që unë për bëja të hutbe që e kam pas përgatitur, javën tjetër besoj të atë kemi rregulluar vllatë. Pra, spalit ju dini se ditën e martë me 16/6 2026 ka qenë dita e parë e muajit Muharrem, 1448 Hijri, kurse sot është i 4 i Muharrem, pra dita e 4 e vitit Hijri dhe i 19/6/2026 miladi. Pra dëshiroj edhe një herë t'ju them, elusi Allahun xhaleshani se ky vit jetë për ne i hajrit, me berisjet, me shëndet, me përparim. Lasht Allahu që këtë ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të bashkohet të unik, a ne kem me borç se dhe hijreti na thret dhe na thot që një prej pika kryesore është me kënë muslimat apo ummeti i bashkuar. Ne s'mundim këtë botën islame me bashkuar, po mundim me bashkuar popullin tonë. Mundim me kontribu prej kavim që me kënë bashkuar. Mos me kënë ngatruar, mos me kënë tillnuar, mos me kënë ndam në 100 partina, por mu bashkuar sikur një familje e madhe. Allahu inshallah na ndihmoft në atë punë. E dyta gjë vllazën është ditën e ejte, me 25 është Jaum Ashura, dita e Ashurës, e 10 ditë e muajit Muharrem. Është ditë e mëndshme, kush ka mundësi e di se ta shon pak më azor, po kush ka mundësi, po se ata që nuk punojnë, me agjeru atë ditë shumë sevap. Po kush nuk ka, det lexoj Kur'an, det fal nafile, det bëj dua, bëni lutje, besoni, po sa shirish thon pleqve që kanë kohë, dhe shfrytëzojnë me zikër. Mua në ku njëri thanë, harroj, edhe unë harroj, por besoni gjanë filter më të mirë, nuk ka se zikri, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, me nxjes emramin çdo kohë. Pastrohet edhe truni, s'ke nevojë as tableta, as kur gjanë, sa ma shumë me ka me Kur'an, dera ditë që të nep shpirt me ditë Allahut, ka me punu edhe me memoria, edhe s'keme pa nevojë disa gjana, ose disa tableta me i pitë, cilat se Kur'ani është ilaç. Hijreti vllazën ka ndodhur me 622 sipas lindjes Isa alayhis salam, pra Muhamedi alayhis salam me shokët e tij shkon prej Mekës në Medinë. Mirë, po shkon edhe kthehet. Mas disa kujta e prapë kthehet, duke harron vetvindjen, por kthehet. Hijretin apo kalendarin e hijretit, pra Islam, e ka rregulluar Hazreti Omeri, halifa i tretë në vitin 17 pas hijretit. I ka bashkuar krejt, u thotë çka më thoni, cilën datë më marr për musliman. Dhe Hazreti Ali thotë të marrim hijretin, kur ka shkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se prej hijretit aty del dritë e vërteta edhe rana shifra se çka ka qenë, se i kanë debuar domethënë. Edhe ran dakord e kanë marrë pra hijretin. Hijreti ka qenë suneti pejgamberëve. Edhe Nuhi alayhis salam ka bërë hijret, edhe Ibrahim alayhis salam, edhe Musa alayhis salam, edhe Muhamedi alayhis salam pra kanë bërë. Hijreti është viti lunari ton, është më i shkurt 10 ditë se viti tjetër miladi sipas diellit. Pra kjo sipas hanet. Dhe kalendari islam fillon pra me aksham. Pra në aksham fillon dita tjetër. Edhe dita e xhumë është dita e parë, domethënë. Edhe vazhdon prej akshami deri në aksham. Kështu që ti dini 4 muaj me hijretin janë manduar në Kur'an. Muharremi, cili jemi tash pra dita e 4, është Rexhepi, Zulqa'da dhe Zulhijhe. Ramazan pela më anash më thon, po këta 4 muaj në sure Tobe thot Zoti minha arbatul hurum, 4 janë që janë të mallnueshëm, edhe lypet me pas kujdes në këta muaj vllazën. Desa Allahu xhaleshanu thot, ata cilët besuan, ata që u shpërngulan dhe luftuan në rrugën e Allahut, ata merituan të shpresojnë në mëshirën e Tij. Allahu fal shumë dhe është i mëshirshëm. Desa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që më i miri thot musliman është ai për cilit janë sigurt të tjerët. Më i miri besimtar është ai i cili ka sjelljet e mira. Më i miri muhaxhir thot është ai i cili ruhet prej haramit që ka ndaluar Zoti. Dhe më i madhi si luftar, si mujahid është ai i cili lufton me nefsin e vetvetit. Nefsin thret me shkuar diku, ti thua jo shkoj aty. Me e bën diçka tonë për i boj, jo se baj. Pra të vlasën të dini se hijreti në porosit nëse besimi në fitoret e vërtet,
Pra me besuesi e drejta ka me fitua, por lyhet me punua. E dyta, bashkimi bën fuqësi, na thot gjithashtu hijreti, dhe me pas solidaritet me vllazërt e vet. Jo me thonë mua nuk kam intereson, lypet mu munua dhe inshallah Zoti xhaleshan na ndihmon neve krejt ummetit të bashkohemi ashtu si na thret Kurani, ashtu si na ka lënë emanet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju nderoft, Allahu inshallah ndihmoft gjithëve.